Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Jap se boja e flokëve po ju del shpejt. 3 gabimet që bën çdo femër kur i lyen flokët. Ndryshimet gjithmonë ju bëjnë mirë, edhe më të lehtat padyshim janë ato të pamjes së jashtme. Edhe një lyerje e flokut, një prerje, një ndryshim i outfitit do të rifreskojë pamjen tuaj. Ditëve të verës mund të jenë gjithashtu një zgjidhje kryesore edhe për të pasur një flok të shëndetshëm. Ekspozimi për një kohë të gjatë në diell, temperaturat e larta, kripa e detit mund të dëmtojnë flokun tuaj. Ndaj një lyerje dhe ose një prerje në fillim të sezonit gjithmonë do të ndryshojë rutinën tuaj. Por sigurohuni të mos bëni këto gabime. Sipas Brejcaj do të rendisim disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë femrat kur lyejnë flokët. Mos i lani flokët menjëherë ditën që keni lyer. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë për shtresat e kutikulave të mbyllen plotësisht dhe të përthithin molekulat e bojës. Mos i lani flokët më shpesh se 2 herë në javë. Armiku më i keq kundër bojës së flokut është uji. Pasi të keni larë me shampo flokun, lini që uji të rrjedhë vetëm për disa minuta në flok, por jo për shumë gjatë, citon Brightside. Uji i nxehtë të dëmton shtresën e jashtme të kutikulës, e cila është një nga arsyet më të zakonshme që lidhet me zbehjen e ngjyrës. Sa më i nxehtë të jetë uji që shplanin flokët, aq më shpejt do të zbehet ngjyra. Përdorni gjithmonë një balsam pasi flokët e lyer me shumë gjasa janë më të brishtë dhe më të thatë. Balsami ndihmon që të krijoni një pengesë mbrojtëse e cila mund të pengojë ngjyrën tuaj të shpëlahet më shpejt. I thani mirë me peshqir përpara se të përdorni tharsen e flokëve. Aplikoni gjithmonë një spray kundër nxehtësisë përpara se të përdorni mjete të nxehta si pjastra, masha për të stiluar flokët. E fundit, por jo pak e rëndësishme për shëndetin e flokëve tuaj. Sigurohuni që të kalojnë 6 javë nga lyerja përpara se të lini një takim tjetër në sallonet e bukurisë, pasi në të kundërt, floku juaj mund të dëmtohet. Derisa pjesa më e madhe e grave i besojnë në lyerje së flokut të profesionistëve, keratina i ka dyert shumicën e mbyllur. Për këtë është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje edhe cilësisë së bojës dhe kujdesit të lyerjes së tyre. Një gjë e tillë mund t'ju shkaktojë frikë në fillim, por më e njohura, sidomos pas nevojës, mund të arrijë rezultate të kënaqshme dhe mund të kurseni kohë dhe para duke shmangur sallonet e shtrenjta. Prandaj, sipas Brejcaj, do ju sillim disa këshilla që duhet t'i ndiqni për një lyerje më të mirë dhe më të suksesshme të flokut tuaj. Bëni prova përpara vendosjes së ngjyrës në flok. Reaksionet në lëkurë nga ngjyra e flokëve mund të jenë të rralla kur aplikohen nga profesionistët, por nëse produktin e keni blerë në një dyqan të thjeshtë ose në barnatore, atëherë preferohet ta testoni në lëkurë përpara se ta aplikoni atë në flokun tuaj. Vendosni një sasi të vogël të ngjyrës në lëkurë prapa veshit ose në dorën tuaj dhe e lini për 24 orë, para se ta vendosni atë në flok. Nëse ngjyra nuk është shpërlar dhe nuk ka shkaktuar reaksione në lëkurë, atëherë jeni të sigurt ta aplikoni atë në flokun tuaj. Lyejini vetëm rrënjën e flokëve. Lyerja e rrënjës së flokut është prioritet kryesor për shumë njerëz, që do të thotë se nuk kanë nevojë të aplikojnë ngjyrën në për të gjitha anët e flokut. Kjo do të shmangë 2 nuanca të ngjyrës në flokun tuaj. Nëse jeni në dyshime, anoni nga ngjyrat më të lehta. Nëse nuk jeni të sigurt për të zgjedhur ngjyrën në të cilën doni ta aplikoni në flok, atëherë sugjerojmë të zgjidhni ndonjë nuancë më të lehtë të ngjyrës. Gjithashtu preferohet që të kujdeseni që të zgjidhni ndonjë ngjyrë e cila mund të jetë edhe me nuancën të lëkurës, si dhe stilin e rrobave dhe aksesorët të cilët ju i përdorni më shumë. Përgatitini flokët siç duhet përpara se t'i lyeni. Një prej gjërave më të rëndësishme që duhen bërë përpara se të lyeni flokët është t'i përgatisni ato si duhet. Kjo pasi ngjyra ndryshon strukturën e flokut tuaj. Prandaj preferohet përdorimi i maskave që e mbrojnë dhe i riparojnë flokun tuaj. Mbrojeni lëkurën dhe ambientin përreth.
Para se ta aplikoni ngjyrë në flokun tuaj, preferohet ta lyeni lëkurën përreth fytyrës me ndonjë krem ose vaj, në mënyrë që të evitoni njollat e padëshiruara në lëkurë. Nëse keni përfunduar me njolla në lëkurë, atëherë qumshti lopës, parfumi dhe produktet për largimin e grimit mund të kryejnë punën në pastrimin e tyre. Gjithashtu kujdesuni që flokët t'i lyeni në banjo si dhe në vendet me peshqir dhe të mbani ato mbi supe, madje të mbani edhe doreza për të evituar ngjyrosjen e duarve. Flokët preferohen të jenë të palarë përpara se t'i ngjyrosni. Shumë njerëz mendojnë se ngjyra duhet të aplikohen në flokë të pastër, por kjo nuk është e vërtetë. Yndyra në flokë është e preferuar dhe kështu edhe lëkura e kokës përballon më mirë ngjyrën dhe eviton kështu dëmtimet e saj. Lyerja e flokëve mund të jetë emocionuese pasi në fund të fundit ju po merrni një pamje kryesisht të re. Pavarësisht nëse do të bëni një ombre delikate ose t'i lyeni flokët rozë ose blu, gjërat mund të bëhen pak të ndërlikuara kur e dini atë se e keni lyerjen për herë të parë. Flokët e pa lyer, të ashtu quajtur flokë që nuk janë trajtuar kurrë më parë, kanë nevojë për shumë kujdes nëse jeni duke i lyer. Këto janë disa gjërat që patjetër duhet i keni parasysh përpara se të filloni udhëtimin e ndryshimit të ngjyrës së flokut. Si fillim, zgjidhni ngjyrën e flokut me shumë mençuri. Nëse keni marrë tashmë vendimin për të lyer flokun tuaj, por nuk jeni të sigurt se çfarë ngjyre dëshironi, atëherë është gjithmonë më mirë të shkoni me një ngjyrë të errët sesa me një ngjyrë më të çelur ose të ndritshme. Kur shkoni për një ngjyrë të errët, përfundoni duke depozituar ngjyrën në vend që ta hiqni atë. Zbardhja është një proces shumë i ashpër dhe kërkon kimikate më të forta, për shembull zbardhues. Theksimet bjonde duken të shkëlqyera, por nëse i lyeni flokët për herë të parë, është më mirë të shkoni te thekset karamele ose diçka të ngjashme. Mos i lani flokët përpara se t'i lyeni. Është krejtësisht mirë nëse flokët tuaj janë të ndotur kur shkoni në sallon për të lyer flokën tuaj. Stilisti tuaj nuk do t'ju gjykojë. Arsyeja që ju këshillohet të mos i lani flokët menjëherë përpara se t'i lyeni është pasi çdo mbetje e shampos mund të reagojë me ngjyrën e flokut, gjë që rezulton në djegje të kokës. Merrni një trajtim pasi të keni lyer flokët nëse rekomandon stilisti juaj. Nëse parukeri juaj sugjeron të bëni një trajtim flokësh menjëherë pasi t'i keni lyer flokët, mos nxitoni të supozoni se është një dredhi për të bërë një shpenzim të disa parave shtesë. Në fund të fundit, stilisti juaj i flokëve është profesionist dhe ata e dinë se çfarë është më e mira për ju. Një trajtim i flokëve do t'i bëjë flokët tuaj më pak të prirur ndaj dëmtimit, pasi do të ndihmojë në rikthimin e një pjese të ushqimit të tyre. Mos i zbusni flokët sapo i keni lyer. Është më mirë të prisni disa ditë pas ngjyrosjes së flokut për t'i zbutur. Kjo është nëse nuk i keni zbardhur flokët. Flokët e pazbardhur dhe të lyer që vinë në kontakt me zbutësin shumë shpejt kanë tendencën të zbehen. Zbutja e flokëve tuaj një herë në javë pasi t'i keni lyer është zgjidhja juaj më e mirë, pasi do të siguroheni që ngjyra juaj të duket e freskët për aq kohë sa të jetë e mundur. Kaloni në produkte që mbrojnë ngjyrat. Ju ndoshta keni pyetur veten nëse të gjitha ato shampo ose kondicioner miqësor me ngjyrat funksionojnë me të vërtetë. Lajmi i mirë është se ato e bëjnë. Këto shampo dhe zbutës që mbrojnë bojën janë shumë më të butë se shampo dhe zbutësit e zakonshëm dhe gjithashtu kanë të gjitha acidet yndyrore të nevojshme që ju lejojnë të ruani më mirë ngjyrën tuaj natyrale të flokut. Situata të ndryshme gjithashtu janë të rëndësishme të menaxhohen si duhet. Mos e tejkaloni. Sa do të përpiqeni të ndryshoni lukun tuaj, mos i lyeni flokët në një periudhë kohore më pak se 6 javë, sepse do të dëmtoni flokën tuaj dhe do të humbisni shkëlqimin e tyre. Është një mundësi shumë e mirë t'i drejtoheni profesionistëve nëse flokët po i lyeni për herë të parë. Në mënyrë të tillë do të evitoni gabime dhe do të keni flokë më të shëndetshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të mos ndryshojnë mendimet tuaja ose edhe besimet që ju doni të mendoni. Nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.